ditë e zezë kjo kur ka ardhur ti ditë e zezë të më përktheshti mua Joritën, është ditë e zezë për zgjedhjet u zhvilluan 11 maj. Rezultati i zgjedhjeve është më i qartë se asnjëherë tjetër. Po ditë e zezë kjo kur ka ardhur ti ditë e zezë të më përktheshti mua Joritën, është ditë e zezë por megjithatë për ta përmbyllur ndërhyrjen time. Ne jemi këtu para jush për t'ju përgjigjur sot çështjeve që lidhen me eficiencën e energjisë, me performancën e energjisë në ndërtesa. Nëse keni çështje për këtë, bujrum. Po sa i përket integrimit dhe sa i përket imazhit të Shqipërisë, thirrja ime është hiqni dorë nga i turbi madh, se do vazhdoni të zhyteni edhe më shumë. Se ju ende s'keni kuptuar një gjë shumë të rëndësishme. Vota e shqiptarëve dhe mbi të gjitha vota e diasporës në zgjedhjet e 11 majit ishin pikërisht një vlerësim për punën e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste në qeverisje, por edhe një ndërshkim për sjelljen tuaj ndaj Shqipërisë gjithë këto vite.